Në të gjithë botën, sot kremtohet dita botërore e shpendëve shtektar. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në një postim në rrjetet sociale theksoi se shpendët shtektar janë ndër banorët më të rëndësishëm të habitateve tona natyrore për të cilët të gjithë së bashku mund të kontribojmë duke i ofruar habitat të shëndetshëm, të qetë dhe të pasur me ushqim cilësor. Ndërsa stinë ndryshojnë, miliona zoj shtektar po nisen në udhëtimet e tyre të pabesueshme përmes fushave, deteve, maleve, duke kaluar kufi të shumë ndërkombëtar gjatë rrugës. Tema e këtij viti, hapësirat e përbashkëta, krijimi i qyteteve dhe komuniteteve miqësore ndaj shpendëve, kanë frymëzuar veprime globale për rritjen e ndërgjegjësimit mbi kërcënimet me të cilat përballen zogjt. Shpendët shtektar mbështeten në liçenet, lumenjt, bërenjt, pellgjet, kënetat, ligatinat bregdetare, përshumim, pushim, furnizim me ujë gjatë migrimit dhe dimrit. Megjithatë, kërkesa në rritje e njeriut për ujë së bashku me ndryshimet klimatike do të jenë dhe faktorë të tjerë, po kërcënojnë këto ekosisteme të çmuara natyrore. Qensi ndërkombëtar i shpendëve ujor që u zhvillua në janar të këtij viti solli rezultate shumë pozitive, me 13.000 individ më shumë, si dhe 5 specie më shumë krahasuar me qensin e vitit 2024. Rritje vit pas viti e numrit të shpendëve ujor dimërues në Shqipëri është treguesi i krijimit të kushteve më të favorshme për shtimin e tyre, duke forcuar ekosistemin natyror të shpendëve dhe mirëmbajtjen e ekuilibrit ekologjik.